Procesi i vaksinimit për të mbrojtur nga situatat gripale është mjaft i rëndësishëm dhe këtë vit ka nisur edhe më herët se zakonisht. Mjekja e Qendrës Shëndetësore nr. 3 Raimonda Zoto ka theksuar se vaksinimi ka filluar që në fund të muajit shtator të vitit 2025, fillimisht me personelin mjekësor dhe më pas edhe me qytetarët. Sipas saj, këtë vit kanë mbritur rreth 800 doza vaksine, të cilat janë ezauruar plotësisht. Mua më vjen mirë që vaksinat vitin që shkoi kanë ardhur në kohën e dur, kanë ardhur pikërisht në periudhën që duhet bëhet vaksina dhe të krijohet imuniteti kundër viruseve. Ka filluar nga fund shtatori me vaksinimin e gjithë personelit të qendrës shëndetësore dhe pastaj ka vazhduar, ka vijuar me vaksinimin e popullatës. Ka pasur interes të shtuar të popullatës, ato muajt e parë, janë në qendrën shëndetësore nr. 3, të paktën në ambulancën në 1 maj janë tërhequr 800 vaksina për ambulancën 1 maj dhe janë ezauruar të gjitha vaksinat kundër gripit për banorët e kësaj ambulance. Ka pasur edhe kërkesa të tjera të shtuara, por janë referuar për të ambulancat e tjera të qendrës shëndetësore ku janë aplikuar në ato ambulanca. Mjekja Raimonda Zoto thekson se kryerja e vaksinës është mjaft e domosdoshme, veçanërisht për personelin mjekësor që është në kontakt të përditshëm me pacientët, por edhe për qytetarët, sidomos për ata me sëmundje kronike. Ajo rekomandon vaksinimin edhe për pjesën tjetër të popullsisë, si mënyrë mbrojtje nga virozat e stinës. Është shumë i domosdoshëm, sidomos për ato target grupet që ne quajmë siç janë personeli shëndetësor, i cili ndodhet në kontakt herpashershëm me të smurët, pensionistët, të moshuarit, ata me sëmundje kronike, fëmijët, por edhe grashtazan. Kemi pas dhe grashtazani që janë vaksinuar kundër gripit. Duke ditur rëndësinë që ka domethënë kalimi i virozave, sidomos në tremujorin e parë të shtazanisë, kanë qenë të indikuara. Ka pasur edhe fëmijë që prindër të fëmijëve që kanë qenë të interesuar për të bërë vaksinën e gripit. Këtë vit vaksina dhe procesi i vaksinimit kanë pasur një rritje të interesimit nga qytetarët, ndërsa dozat e mbritura në qendrat shëndetësore janë kryer pothuajse të gjitha.